Shëndetje. Sot në këtë video të flasim për një temë që është goxha e përhapur në shoqëri, pra për vajzat që kanë një histori të mëparshme, kanë pas një fëmijë dhe kanë krijuar një histori tjetër, apo dhe për djem e njëjta gjë. Por sot do përmbledhim një histori të vërtetë të njerëzve që unë njoh. Për shumë njerëz dashuria është një udhtim i bukur. Por ndonjëherë ky udhtim kalon sprova, që të tjerët as nuk i imagjinojnë. Do t'ju tregoj historinë e dy njerëzve, pra siç e thash në fillim që unë i njoh. Një histori dashurie fort që mbijetoi midis paragjykimeve, burgut dhe një mentaliteti shumë të ashpërt të shqiptarëve. Ajo ishte një gru me një fëmijë, pasi ishte ndarë me burrin, kishte një fëmijë. U njoh me një të huaj, pra me një shqiptar. Dhe mes tyre lindi një lidhje e vërtetë. Midis dallëve të fillimit të një marrëdhënie, ajo së shpejti mbeti shtatzor me shqiptarin. Por fati solli një goditje tjetër të rëndë. Ai ra në burg. Në momentin që ajo ishte shtatzon, ai ra në burg. Ai tha, mos më prit, pasi kishte një dënim goxha të gjatë. Mos e shkatroj jetën tënde për mua. Por ajo si një luanesh nuk pranoi. Të tërhiqe. I premtoi besnikëri dhe i premtoi që do ta priste. Çdo javë shkonte ta vizitonte. Jepte forcë. I çonte fëmijën e saj dhe fëmijën e tyre, pra një fëmijën që e shpjeguar. Nuk e la asnjëherë të ndihej vetë. Por djaloshi tek ishte në burg, luhatjet dhe paragjykimet shpesh e kishin futur në botën e errët, mendimet e errëta, frika, ndjenja e fajt, dhe bonin të mbyllej në vetë. Sigurisht mentaliteti i shqiptarëve shumë i fortë për pjesë të familjes, paragjykime, dogma. Si mund të presësh një burr që është në burg? Ishte edhe një pyetje shumë e thellë që i kërkoi vajzës, se dhe ajo kishte familjen, edhe pse ishte rumune, edhe ato kanë rritet e familjes. Si do rrisësh dy fëmijë, shumë e gjikonin, pak e kuptoni. Por ajo qëndroi stoike. Pra e tha ndryshe. Këtu përmlidhet lufta e mentalitetit të shqiptarëve me djaloshin, po ashtu dhe lufta e familjes vajzës dhe vajzën, si mund presish në burgosur që nuk dihet se sa do qëndrojë. Ne ta shohim mentalitetin si term psikologjik. Bëjmë një pyetje thjeshtë, çfarë është ky mentalitet që shpesh i rëndon marrëdhëniet? Në psikologji, mentalitet nuk kupton në mënyrë e përhershme të menduar, që shoqëria ose kultura e dikton. Pra sidomos brezat përpara komunizmit kanë një mentalitet shumë paragjykues. Është si një syze me ngjyrë. Nuk e shikon realitetin siç duhet. Por se si mendon se mund ta perceptojë shoqëria, pra nuk mendon se si mund ta perceptojë vetë, ose si mund ndihet vetë. Si të mësoj. Problemi është se ky lloj mentaliteti i vendos njerëzit shpesh në korniza të ngurta. Pra njerëzit kanë mendim të ngurtë, siç e prekëm edhe pak më sipër, brezat për të 9 vjeçit akoma kanë një mendim të ngurtë që shpesh krijon një lëndim në brezat e arshëm. Po ashtu edhe një pjesë edhe brezave poshtë komunizmit në interesat e tyre dashakeqës e përcjellin këtë frymë që bëhet shumë lënduese tek individ caktuar. Psikologët e quajnë këtë një formë presioni social. Pra një mekanizëm që ndikon në vetëvlerësim, krijon turp dhe shpesh kthen dashurinë në një beti kundër botës. Forca e dashurisë megjithatë, sepse të flasim për histori, ata të dy zgjodhen të mos dashuroheshin.
ai edhe pse brenda hekrave e ndjeu se kishte dikë jashtë që nuk e las një ditë vetëm, ajo edhe pse e gjykume, e tregoi me vepra se dashuria është më e fortë se çdo mur, më e fortë madje the se çdo mentalitet. Kjo histori është një kujtesë e fuqishme e mentaliteti shpesh na mbyll në kafas. Por dashuria i thyen hekra. Dhe në fund nuk fiton opinioni i botës, por dy zemra të bukura që e duan njëra tjetrën. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, shihim në videot e tjera, ju përshëndes.